Thirrje vendin tënd. Me këtë temë u organizua në Kishën e Shkrelit një bashkëbisedim mbi kujtesën gjuhësore historike dhe antropologjike me Ledi Shamku Shkrelin, profesoresh në Institutin e Antropologjisë, Tiranë. Nismëtari i këtij aktiviteti, famuljetari i Shkrelit, Dom Nikolin Sheldia, tregon arsyen kryesore se pse është angazhuar në këtë drejtim. Me kallëzu se me të vërtet, toka e logina e Shkrelit ka një vlerë të madhe historike kombëtare, për një arsye pse në vitin 1893 famuljetari i Shkrelit me abatin e Mirdicës dhe me famuljetarin e Shkodrës bën lidhjen e parë të mbrojtjes të folmës gjuhën shqipe, dhe kjo më nxiti se këtu është një vatër ku toponimet na çojnë se populli jon në Malci ka rrajt të thella të lashësisë. Ndërsa profesoresha Shkreli thotë se jemi në vendin ku në vitet 20 të shekullit të kaluar u themelua disiplina toponimisë nga ish famuljetari i kësaj zone, Dom Gazulli. Ai mblodhi toponimet jo vetëm si vende, por si kujtesë dhe arsye, dhe e la fjalorin në dorëshkrim në vitin 1944, të cilin e kemi gjetur por ende jo të plot. Për fat keq që kemi deri te Gërmak, për shkak se është botuke hylli dritës, është një puna më e mirë, puna më e çmuar që mundohet sot për gjuhën shqipe dhe jo vetëm për gjuhën shqipe është të rikthehemi toponimeve, pra emrave të vendeve, po jo thjesht si emra, se kështu s'duan me thënë asgjë, thjesht si emra, janë thjesht fjalë, por si shenja që bashkësia ka dashur me shenju me gjithë domethënien e veta, ka dashur me shenju territorin. Nuk kemi një shkollë të toponomastikës, nuk kemi ende një disiplinë. Në atë të voglën teme jam mundu me kuptu çfarë parimesh ka zbatu Dom Nikolli dhe jam duke kryqësuar ato parime dhe me çka unë di për disiplinat e gjuhës. Ajo thotë se ka vendosur që mbi bazën e fjalorit të Dom Gazullit për toponimin të studiojë dhe të botojë një fjalor të plot. Ky është një projekt i madh që ka nisë në Akademinë e Shkencave. Faza e parë është 2 vjeçare për shkak të skedarit që kemi, 250.000 skedash, por nuk ndalem aty. Besoj që kjo ka qenë puna ime deri sa të kem frymë, sepse kam kuptuar që për një gjuhë shqipe që ka një hendek të madh midis çfarë është shkruar dhe çfarë është fol, kam menduar që toponimet janë garancia më e madhe. Gjatë këtij aktiviteti ku ishin të pranishëm edhe drejtuesit e njësisë administrative Shkrel dhe përfaqësues të Bashkisë së Malësisë së Madhe, krahas profesoreshës Shkreli dhe Dom Sheldis, folën edhe Dom Artur Jaku, rektori i Bazilikës Nëna e Këshillit të Mirë, intelektual nga Malësia e të tjerë. Ata vlerësuan këtë aktivitet si të një rëndësie të veçantë për evidentimin e vlerave historike të kësaj treve dhe më gjerë në historinë tonë kombëtare.